përkujtimor kushtrimi i lirisë në nderim të sakrificës sublime të familjes Jashari. Këtë manifestim organizoi Federata e Shoqatave Shqiptare në Itali dhe Shoqata Adriatiku. Ushtrimi i lirisë është më shumë se një aktivitet përkujtimor. Ai është një akt ndërgjegjësimi, një reflektim kolektiv dhe një riafirmim i vlerave mbi të cilat u ndërtua liria, sakrifica, uniteti dhe përgjegjësia kombëtare. Për ne shqiptarët e diasporës në Itali, kujtesa historike nuk është vetëm një detyrim moral. Ajo është edhe një mision institucional. I pranishëm në këtë manifestim ishte edhe djali i komandantit legjendar Lulzim Jashari, i cili theksoi se vetëm të bashkuar do të mund të realizojmë amanetin e dëshmorëve. Dhe jemi nderuar që marr pjesë në këtë vend, por edhe i gëzuar kur ju shoh ashtu të bashkuar. Sa ne jemi mbledhur për të nderuar epopejën e ushtrisë qytetare të Kosovës, për të nderuar e kujtuar dëshmorët e luftëtarët e të gjitha luftërave shqiptare. Në këtë manifestim ishin edhe përfaqësues të lashtë shtetëror si nënkryetari i Kuvendit Ardian Gola dhe ambasadorja e Kosovës në Itali Nita Shala. Ushtria shtetërore e Kosovës, lëvizja paqësore e viteve të 90-ta dhe Mërgata janë 3 shtyllat kryesore mbi të cilat është ndërtuar edhe shteti i Kosovës, mbi të cilat po rrugtojnë kombi ynë me shqiptarët që tani po janë në troje shqiptare. Prandaj, sakrifica e Jasharive është liria jonë, janë rënje dhe themeli i shtërsisë të kombit tonë. Prandaj bekujtimi në sot është nderim për të kaluarën. Është edhe zotim për të tashmen dhe për të ardhmen. Është përgjegjësia jonë që sakrificën e dëshmorëve ta kthejmë çdo ditë e më shumë në përkushtim për shtetin tonë. Po ashtu, prezent ishin edhe deputet të Kuvendit të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, përfaqësues të Shqipërisë, derisa u ndan edhe certifikata nderi për dëshmorët e kombit, të cilët i pranuan familjarët. Në mesin e tyre ishte edhe dëshmori i kombit, italiani Francesco Bider, i cili ishte pjesëtar i UÇK-s. Në këtë ngjarje pati edhe program kulturor, ku veçanërisht për këtë manifestim pati program ansambli këngëve dhe ballave shqiptare Maqedonia e Veriut.